Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Vijon përplasja në distancë mes kryeministrit të Republikës Maqedonisë së Veriut dhe të zgjedhurve vendor. Kryeministri Istria Mickoski pretendon për shkelje nga kryetari në detyrë i komunës së Gostivarit Valbon Limani. Ushtruesi i detyrës si kryetari i Gostivarit nuk e di nëse gjithashtu ka ndarë me ju se ka miratuar në Këshill 2 plane të detajuara urbanistike pa mendim nga institucionet. Supozoj që nuk e ka thënë, është vepër penale. Duhet ta ndajë dhe atë në mediat përpara se të japë sugjerime. Ndaj, sa i përket kësaj teme, po e kemi hapur atë temë dhe logjike është se do të flasim me atë temë. Tema i logično edhe ke zburuar me atë temë. Deklaroi Mickoski. Merët Valbon Limani paralajmëroi se do të kontestonte juridikisht vendimin e mundshëm të qeverisë për emërim të përfaqësuesit të qeverisë si kryetar të Gostivarit pas dështimit të zgjedhjeve në këtë komunë në 19 tetor për shkak të mungesës së kuorumit. Nga viti i ardhshëm do të rritet paga minimale në Maqedoninë e Veriut. Ministri i Ekonomisë Besar Durmishi deklaroi se nga muaji mars paga do të rritet me rreth 30 euro. Aktualisht në vend paga minimale është rreth 400 euro neto në muaj. Nga lidhja e sindikatave, Maqedonisë së Veriut vazhdojnë të qëndrojnë në kërkesën për arritje në 500 euro pagë minimale në muaj. U formalizua bashkëpunimi midis Maqedonisë së Veriut dhe Bankës Europiane të Investimeve pas dekadave të pranisë dhe investimeve për 1.6 miliard euro në ekonominë dhe shoqërinë e Maqedonisë së Veriut, u nënshkrua marrëveshje me të cilën ky institucion bankar i Bashkimit Evropian u bë me seli në Maqedoni. Nga Banka Europiane e Investimeve u paralajmëruan intensifikimet e bashkëpunimit në disa sektor, me synim kreditimin e projekteve. Teknikët tanë në bank ofrojnë ndihmë dhe mbështetje për krijimin e projekteve të reja dhe për transferimin e njohurive në sektorin e gjelbër financiar dhe korporativ, thanë kryetari i Bankës Europiane të Investimeve Robert De Groot. Rajoni. Prishtina zyrtare denoncon Beogradin tek përfaqësuesi i Bashkimit Evropian për dialogun Peter Sorensen për bllokim të ndihmave për shqiptarët e Luginës Preshevës. Zëvendës kryeministri në detyrë i Kosovës, Besnik Bislimi, pretendon se Beogradi po bllokon mjetet e Kosovës të destinuara për Luginën e Preshevës. Në një postim në rrjetet sociale, Bislimi deklaroi se 3 herë radhasi Serbia ka bllokuar të dhënat e dërguara nga Prishtina për 3650 fëmijë shqiptar në Luginë. Ata kanë përdorur rreth 35000 tekste shkollore të financuara nga qeveria e Kosovës pas kërkesës zyrtare të Këshillit Kombëtar Shqiptar. Vijon dëshmi në Hag Michael Durki. Para dhomave të specializuara të gjykatës, ish këshilltari i generalit Wesley Clark deklaroi se UÇK-ja nuk kishte një strukturë solide të konsoliduar komande që dikush të ishte në nivel të lartë në Prishtinë dhe të jepte urdhra që më pas do të çonin në veprime operacione të caktuara në terren. Sipas tij, komandantët e zonave operative kishin autonomi të konsiderueshme dhe ekzistonte vullneti i tyre për të vepruar me kokën e tyre, sipas bindjeve të tyre kur e konsideronin të përshtatshme. Pra nuk ishte një zinxhir të konsoliduar komande në kuptimin e koordinimit të autoritetit të drejtë për drejtë të komandës, siç e kuptojnë ushtrit perëndimore. I pyetur nëse Hashim Thaçi mund të ndalonte dhunën në atë kohë, ish këshilltari i generalit Wesley Clark u përgjigj: nuk kishte Hashim Thaçi kompetencë dhe autoritet për të ndaluar dhunën në atë kohë. Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në Luginën e Preshevës, Enkel Rexhepi, ngre shqetësimin e tij në lidhje me votimin e anëtarëve të Këshillit Rregullator për mediat elektronike në Kuvendin e Serbisë. Sipas tij, asnjë nga kandidatët e propozuar nga këshillat kombëtar të pakicave kombëtare, përfshirë shqiptarët, nuk morin mbështetjen e nevojshme për të qenë pjesë e këshillit. Për Rexhepin, kjo është dëshmi e qartë se për qeverinë aktuale në Beograd, as shqiptarët, as bosnjakët nuk janë të pranueshëm. Përjashtimi i përfaqësuesve të pakicave do të thotë heshtje e qëllimshme ndaj diskriminimit mediatik dhe pamundësisë që zëri i pakicave të dëgjohet, deklaroi kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në Luginën e Preshevës, Enkel Rexhepi. Pas dorëheqjes së Memni Krasniqit nga pozita e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, erdhi reagimi i nënkryetarit të kësaj partie, Bedri Hamza. Ai shprehu mirënjohjen e tij të thellë për kontributin e jashtëzakonshëm që Krasniqi ka dhënë në udhëheqje, duke shprehur respektin dhe mirënjohjen për bashkëpunimin e sinqert. Hamza shtoi se partia në këto momente po përballet me sfida të rëndësishme. Bashkimi, besimi dhe përkushtimi i përbashkët janë forca më e madhe e PDK-s dhe garancia e suksesit ton, shkruan Hamza. Pas zyrtarizimit të dorëheqjes, Memni Krasniqi bëri të ditur se Bedri Hamza duhet të jetë kandidat i ardhshëm për kryeministër nga Partia Demokratike e Kosovës, ndërsa ka theksuar se do të ketë mbështetjen e tij edhe për postin e kryetarit të partisë. Memni Krasniqi jep dorëheqjen nga pozita e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës. Në një konferencë për mediat, Krasniqi deklaroi se ky vendim
nuk lidhet me zhvillimet e fundit, por buron nga bindja se shkoa për të krijuar një momentum të ri për familjen politike. Pas shumë kohë reflektimi, besoj se ka ardhur momenti i duhur. Sepse një parti që beson në zhvillim, duhet besoj edhe në ripërtritje. Një leadership që kërkon ndryshim për Kosovën, duhet të ketë guxim që të krijojë hapësirë për ndryshim brenda vetes. Prandaj sot kam vendosur që t'jap dorëheqje nga pozita e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës. Deklaroi Memli Krasniqi. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe Kryeministri i Italisë Giorgia Meloni nënshkruan 16 marrëveshje të reja bashkëpunimi mes dy vendeve. Marrëveshjet u nënshkruan në mbledhjen e përbashkët të qeverive të mbajtur në Rom në prani të 10 ministrave. Kreu i qeverisë cilësoi më herët takimin e përbashkët si të rëndësishëm për marrëdhëniet ndërkombëtare të vendit. Një tjetër ditë historike në marrëdhënien ndërkombëtare të Shqipërisë, mbledhjen e parë të përbashkët mes dy qeverive, e cila zhvillohet në Rom për t'i hapur rrugë 16 marrëveshjeve të reja konkrete të bashkëpunimit në kuadër të partneritetit të ngushtë strategjik me fqinjën tonë të çmuar perëndimor, shkroi Edi Rama. Mbrojtja ushtarake dhe ajo civile janë dy nga fushat e marrëveshjeve që firmosen ndërmjet Shqipërisë dhe Italisë. Ministri i Mbrojtjes Piro Vengo deklaroi se projekt buxheti parashikon mundësinë e financimit të huaj për nevojat e emergjencave civile. Dhe kjo do të karakterizohet përmes një marrëveshje me shtetin italian për financimin e ngritjes së sistemit 112, sistemit europian të numrit të emergjencave, një detyrim dhe një nevojë emergjente për vendin tonë. Kemi një marrëveshje për sa i përket bashkëpunimit në fushën e industrisë ushtarake dhe praktikisht kemi ngritur nivelin e partneritetit në mbrojtje dhe në siguri, sepse kjo marrëveshje e fundit ishte bërë në fillim të viteve 90 dhe praktikisht gjërat kanë ecur për sa i përket bashkëpunimit me Italinë dhe ishte e nevojshme që të bënim një përditësim, sidomos në nivelin e bashkëpunimit në teknologji, në inteligjencë artificiale dhe prodhim të përbashkët, siç e thash, kompanitë italiane janë të interesuar për të investuar në vendin tonë. Një tjetër marrëveshje sipas ministrit lidhet me bashkëpunimin mes forcave vedetare, përfshir dhurimin e 3 mjete vedetare nga Italia. Ai nënvizoi rëndësinë e një marrëveshje granti ku përfitues kryesor do të jenë emergjenca civile në nivel qendror dhe vendor. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri kërkon një reformë zgjedhore gjithëpërfshirëse. Në aktivitetin prezantues të projektit të Këshillit të Evropës në mbështetje për ciklin e procesit zgjedhor në Shqipëri, Silvio Gonzato paralajmëroi rëndësinë e krijimit të një produkti të mirë thelbësor për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Let me also add that the Central Election Commission has already taken important steps in its post-election analysis. KQZ ka marrë hapa të rëndësishëm në analizën pas zgjedhore dhe ka paraqitur disa propozime. Depolitizimi është thelbësor, reforma zgjedhore është pjesë domethënëse e rrugtimit dhe zotimi që Shqipëria ka në grup kapitullin e parë për antarësim në Bashkimin Evropian, e para që hapet dhe e fundit që mbyllet, sa ambasadori BE-s. Kryekomisioneri Ilirian Celibashi në praninë të ambasadorit të Bashkimit Evropian në Shqipëri Silvio Gonzato ngriti shqetësimin e politizimit të administratës zgjedhore. Sipas Celibashit, administrata aktuale nuk është e trajnuar dhe si rrjedhoi nuk përmbush asnjë kriter apo pritshmëri si nga subjektet politike ashtu dhe nga ana e votuesve. Një tjetër problem që Celibashi veçoi ishte përqendrimi i lartë i politikës të administratë, duke kërkuar që ndikimi dhe prania e tyre të reduktohet ndjeshëm me qëllim pasqyrimin e një procesi zgjedhor të qartë, transparent dhe me standarde të larta. Dominimi vetëm nga partitë politike i administrimit të zgjedhjeve në Shqipëri, të administrimit të zgjedhjeve në Shqipëri, ka krijuar atë handicapin e vet në lidhje me standardin të paktën profesional të administrimit të zgjedhjeve. Ndaj është me rëndësi të dorës parë që edhe në kuadër të reformës së pritshme zgjedhore, kjo çështje të adresohet ndër të parat çështjet që duhet të adresojë politika shqiptare. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi politikën si të lidhur me autorët e atentatit të ndodhur 2 ditë më parë në Rinas. Është vepër e eksponentëve të krimit të lidhur, si mishi me thojnë, me qeveritarët shqiptarë. Në një deklaratë nga Selia Blu, Berisha u shpreh se nga përgatitja profesionale ata mund të cilësohen dhe antarë të forcave speciale. Ish kryeministri demokrat pretendon se viktima dhe i plagosur ishin të lidhura me 2 ministra të kabinetit të shkuar. Mut Shaljani apo Sheqeri ka qenë mbështetës dhe financues kryesor në fushat elektorale i ministrit të brendshëm Ervin Hoxha. Dhe kjo është e faktuar dhe e dokumentuar. Mut Shaljani
është angazhuar me të gjithë bandën dhe paratë e tij të krimit në blerje votash për ministrin. Bota. Bashkimi Evropian vjon mbështetjen financiare ndaj Ukrainës me 6 milion euro të tjera. Duhet të vazhdojmë të arrisim koston e luftës për Rusinë. Kjo është arsyeja pse do të japim Ukrainës pothuajse 6 miliardë euro dhe kjo është arsyeja pse e mirëpres ngrohtësisht angazhimin e Këshillit Evropian për të mbuluar nevojat financiare të Ukrainës për 2 vitet të ardhshme, deklaroi presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen para Parlamentit Evropian. Nga ana e tij, presidenti i Ukrainës Zelenski paralajmëroi përmes një postimi në Telegram se Rusia po përgatitet të nisë një luftë të madhe në vitin 2029 ose 2030 në kontinentin evropian. Merret sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi se ky vend po përballet me një ofensivë të shtuar ruse në Donetsk, por duke humbur 7.000 ushtar në javë. Arrihet marrëveshja politike për rikthimin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak në Gjermani. Drejtuesit e grupeve parlamentare të CDU-s dhe CSU-s dhe SPD-s kanë rënë dakord se si do të organizohet shërbimi ushtarak. Marrëveshja u arrit pas konsultimeve mes ministrit të mbrojtjes Boris Pistorius dhe përfaqësuesve të partive të koalicionit. Sipas mediave gjermane, modeli parashikon kontroll mjekësor të detyrueshëm për të gjithë grupmoshën e të rinjve çdo vit. Nëse numri i vullnetarëve nuk do të jetë i mjaftueshëm, do të përdoret një sistem llotarie për të përcaktuar se kush duhet i bashkohet ushtrisë gjermane. Gjermania planifikon të rrisë me 80.000 numrin e forcave të armatosura nga 180.000 që është sot. Presidenti amerikan Donald Trump nënshkruan projektligjin për rihapjen e qeverisë dhe përfundimin e mbylljes së saj më të gjatë në historinë e Shteteve të Bashkuara. Ai nënshkroi dokumentin për të financuar qeverinë deri në fund të janarit, pasi atë e kanë miratuar Dhoma e Përfaqësuesve dhe Senati. Në zyrën ovale, Trump tha se qeveria do t'i rinisë operacionet normale pasi njerëzit janë dëmtuar nga mbyllja 43 ditore. Shumë shërbime qeveritare janë pezulluar prej tetorit dhe rreth 1.4 milion punëtorë federal kanë qenë në pushim pa pagesë ose kanë punuar pa paga. Edhe ndihmat për personat me të ardhurë më të ulta ishin pezulluar si dhe trafiku ajror ishte çrregulluar me fluturime të anulluara apo të shtyra. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.